Tmerr në Spanjë fëmijët gjejnë të pajet prindrit në një vask hidromasazhi. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Spanjën, ku policia po heton vdekjen e një çifti me origjinë irlandeze, trupat e të cilëve u gjetën në një vask hidromasazhi nga dy fëmijët e tyre 14 dhe 16 vjeç. Çifti jetonte në lagjen luksoze Cap Blanc në Valencia. Sipas raportimeve, pasi zbuluan trupat e pajet të prindërve, dy adoleshentët ju drejtuan pronarit të banesës për ndihmë. Ky i fundit njoftoi menjëherë shërbimet e emergjencës. Autoritetet spanjolle kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e vdekjes dhe po shqyrtojnë të gjitha pistat, përfshirë mundësinë e një aksidenti, por edhe atë të një ngjarje kriminale, raporton Daily Mail. Në kuadër të hetimeve, policia ka marrë dhe mostra nga uji vaskës së hidromasazhit, të cilat do t'i nënshtrohen analizave laboratorike për të ndihmuar në përcaktimin e shkaqeve dhe rrethanave të vdekjes, ndërkohë dy fëmijët e çiftit po marrin ndihmë psikologjike pas ngjarjes së rëndë. Një i afërm i tyre, xhaxhai, pritet të udhëtojë drejt Spanjës për të kujdesur për dy adoleshentët dhe për të marrë përsipër kujdestarinë e tyre.